Alhamdulillah, Allah në lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam i dërgojmë. Vazhdojmë me serinë e legjëratave të njohim sahabët. Sot me radhë është njëri prej luanëve të këtij ummeti, njëri prej trimave më të madh që ka njoft historia, Hamza radiallahu anhu. Hamza ibn Abdul Muttalib, i cili është agja i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do më thonë vëlla me Abdullahin, Abdullah baba i Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dhe në mosh shumë më tre se baba i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ku Hamza radiallahu anhu ka diskutime mes asaj, a ka qenë 2 vjet më i vjetër se pejgamberi alayhi salatu wassalam, apo 1 vit e gjys, apo 1 vit aty pari. Ka dhe transmetime që ka lindë në të njëjtin vit me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, por Allah dhe mas mire, si duket që rivajetet 1 vit deri në 2 vite ka qenë më i vjetër se pejgamberi alayhi salatu wassalam. Por ajo që është e rëndësishme, ky nuk ka qenë vetëm agji pejgamberit alayhi salatu wassalam, por ka qenë edhe vëlla nga qumshti. Vëlla me pejgamberin alayhi salatu wassalam, vëlla nga qumshti. Ku robresha apo shërbëtorja e Ebu Lehebit, jo Ebu Jahlit, Ebu Lehebit, Ebu Lehebin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas agj. E kjo grua i ka dhënë qumësht Hamzës, edhe ka dhënë qumësht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku kanë qenë vegjël. Para se të shkoj pejgamberi alayhi salatu wassalam te nona Halime, atje në fisin Banu Saad. Bile ka transmetime që Halimja e ka kqyr njëherë Hamzën, është për kujdes edhe Halimja për Hamzën para se të përkujdesë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, por nuk e di sa është i qëndrueshëm ky transmetim që kanë pi qumësht prej Halimas, ama prej shërbëtores apo robreshës së Ebu Lehebit, po e vërtet kjo është, dhe prej aty është pejgamberi me ta vëlla. Jo vetëm kaq, po ashtu nona e Hamzës me nanën e pejgamberit me Eminën janë vajza të agjes nga Medinja. Të dyjat, domethënë janë vajza të agjes. Gjithashtu Hamza radhiyallahu anhu me pejgamberin alayhi salatu wassalam, përveç kësaj kanë qenë edhe shok. Kur kanë qenë 3, kanë shku kanë mos bashkë. Kanë dalë, kanë lëviz, kanë ecë, edhe përmendën në transmetime, thotë ato sekretet e rinis, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka pas për sekretet e moshës rinis e ka pas Hamzën. Qysh du ta kem parasysh se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka qenë person i cili ka shku në për harame alayhi salatu wassalam. Por kur themi sekretet e rinis, është për qëllim, për shembull ku kanë dalë, nëse rastësisht kanë thyer në sen, pa qujën e tash në gotë, në gjë, në dam që kanë bërë si fëmijë, i kanë rujt sekretet e njëri tjetrit. Hamza me pejgamberin alayhi salatu wassalam, pra kanë qenë shok që si kanë tregu sekretet, i kanë rujt sekretet e njëri tjetrit, si rini. Hamza, nga aspekti, domethënë, i personalitetit ti ka qenë i veçantë që zakonisht kurejshitët nuk kanë pas shef mu ballafaqu me ta. Nuk kanë pas shef mu ballafaqu fizikisht me ta. Por Hamza ka qenë person i vetmum, që ka dash vetmin. E domethënë, te çështja e vetmis, të dytë me pejgamberin alayhi salatu wassalam e kanë pas të njëjtën veti. Të dytë e kanë dash vetmin. Por pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka dash vetmin, edhe në vetmi e ka shfrytzu vetmin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për meditim. Për meditim. Ka shku në shpellën Hira, ka nejt me ditë të tëra. Hamza radhiyallahu anhu e ka shfrytzu vetmin për gjuhë e tij, ku ka qenë person i gjatë me trup, edhe person me muskujt shumë të që në vrejt, të dukshëm. E ka pas armë të veçantë,
shigjetën edhe shpatat. Sa që aq ka qenë i Zoti me shpata, sa në përbeteja nuk ka luftu me një shpat, por ka luftu me dy durt, djathtas edhe majtas. Edhe ka qenë i gjatë me trup. Zakonisht nuk e ka ngucë kërkan. Por nëse u ka nevoja mu ballafaqu, nuk është tërhek. Prandaj mushrikët nuk kanë pas qef mu ballafaqu direkt. Do ta shohim edhe kur është ballafaqu me Ebu Lehebin, me Ebu Gjahlin, Ebu Gjahli e ka pranu fajin. Pse? Ka dash mos mu konfrontu me Hamzën. I kanë ik. Por Hamza nuk është përzi shumë me popull, nuk është përzi me njerëz shumë. E ka kalu vetmin e tij në gjuheti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam meditim, ky në gjuheti. Edhe Hamza e ka pas gjuhetin e veçantë. Më thonë, ai është njoft si gjuhetar i luanave dhe i tigrave. Nuk është marrë me lepra, me pula. A e kupton? Prandaj edhe Hamza ka ndodhur që me ditë të tëra nuk është kthy në shtëpi, 3 ditë, 5 ditë, një javë, s'është kthy hiç në shtëpi, derisa të gjon pren e tij, kafshën që duhet me e gjujt, pastaj ka ndodhur që është marrë edhe me ujçi, a me ul vetën pastaj ma poshtë nuk e ka ul në standarde, nuk o marrë me lepra, me dhelpna. Kanë pas një çfarë burnie kanë pas. Subhanallah. Kjo ma kujton mu rastin nëse zgabojt Aliut radhiyallahu anhu, që kur ka dalë me një betejë Aliu radhiyallahu anhu po lufton me njërin bom, Aliu. Që Aliu, Hamza, Zubair ibn al-Awwami, kemi thonë këta janë konë njësi komando e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Aliu të luftu me njërin trim, ai kur e ka pa që bëda me dek, nga shpata Aliut, e këti trimi që ka qenë nder me luftu, ka qenë nder, prandaj trimat nuk kanë pranu me dalë në duel me çdo kanë, s'kan pranu. Edhe mushrikët, në betejën e Bedrit, s'kan pranu me dalë sipas tyne me dot Medinës, që si kanë njoft, kanë thonë dojmë prej popullit tonë, kur i ka dalë Hamza, edhe Aliu, e kanë thonë këta po. Se s'dojnë mu marrë me çdo kanë, me ul vetën. Aliu kur kon të e myt njërin, o quaj edhe ka hek teshat e poshtme. E kanë zera vretin jashtë. Ekremukumullah, Allah ju nderoft. Çka ka bë Aliu? E ka ul shpatën. Ka thonë njerëzit e ulët si ti nuk meritojnë me vdek me u nderu prej shpatës teme. Smirëm me ty. Edhe është kthy e kalon. E kalon për të nënçmuar. Jenë gjendje me bo. A i ke pa do të trima të internetit? Kur dalin para gjykatës, thot i bin në ruku, i përullëm filanit. Ata nuk meritojnë? Subhanallah. Prandaj Hamza nuk është marrë me lepra dhe me kësisane. është marrë me sane më të maja. Edhe është një prej trimnive të ti që është njoftë si luan. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur luan Esedullah, luani i Allahit, o Esedu Rasuli, edhe luani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nofke ka pas këta, Hamza. Edhe kur ka dalë për beteja, edhe është personi i parë që pejgamberi alaihi salatu wasalam, edhe pse ka disa transmetimet që dikuj tjetër nëse zgaboj e Abu Ubejd ibn al-Jarrahit, ka transmetime që masi është bon hijreti, mas 7 muaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të parit person që i ka dhënë flamurin, që është ngrit flamuri islam, lart ka qenë në durë të Hamzës, kur ka qenë me një betejë, do ta përmendim. Pra këtë burr të madh. Hamza kohën e ka kaluar në për natyrë, në përshkretin, ka fjetë 2 ditë, 3 ditë, një javë, me kalin e tij, me ushqimin e tij, edhe derisa e ka nxonë prenë. Dhe kur është kthy, ka qenë i martuar, normal ka pas familje, ka pas fëmijë. Kur është kthy në shtëpi prej udhëtimit, zakonisht nuk ka shkuar në shtëpi, por ka ardhur një herë. I ka vizitu, i ka pa në për ato vendet ku kanë nejt rreth Çabës, aty ka qenë si lloj qendre, te Çabja.
Që atu janë ullë familja, më thonë bitë filan familjes ose të kabiles, që tu janë ullë ata, do janë përzi që atje, janë konë si loj, si sot kafet që janë, apë din që rinë njerëzit, në atë kohë ka nejtë të grumbulluar që tu 5 vetë, që atje 3, që atje 20, që atje herë ma shumë, herë ma pak. Ka shku i ka përshëndit gjithë, pastaj ka shku ka bot tavaf rreth qabës, pastaj ka shku në shpe. Bile ka pas raste kur ka pas diçka nga ushqimi, dhe më thonë nga gjuetia ti, ose nga lëkura, ka ndodhë që e ka dhonë dikuj dhurat në atë mezhlisin. Prandaj, zakonisht njerëzit kur ka ardhë Hamza, janë qunë kam. Edhe në gjahilija të fjala, para islamit. Një ditë pejgamberi a.s. teksa po qëndronte te kodra Safa, pi qabës te Gurizi, i bjerë në djathë Gurizi majtas, Safa i bjerë pak si djathës që ashtu. Por rinë ullur të meditu, vjen Ebu Gjehli me disa njerëz edhe e përqesh, e ofendon, e shanë, e nënçmon pejgamberin s.a.s. edhe merë dhej për tokës dhe i qetë në krye. Resulullah s.a.s. ishte duke meditu edhe s'po fol. Jo se nuk ka fol, ka pas raste kur pejgamberi ka fol, ka pas raste kur s'ka fol. Edhe ata po keshin. Bile po i gjujnë edhe dhe bërloki ka kryt e ti, ka kraharori. Ka pas raste të qabja kur e kanë përqesh, janë munu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë, ku marrë me ju, rahatu juve. Ja keni mu rahatu, kështu ja kështu. Edhe janë tut kur i ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se e kanë ditë që ai nuk bën hajgare. Pejgamberi s'bën hajgare sallallahu alaihi wasallam. Prandaj njonit prej mushrikëve, kur i ka thonë, ai kur i ka thonë betohem nidhur kështu se ka me të myt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë përkundrazi un kam me të myt. Pra asoj ditë ai s'ka kesh, ai person. Se ka ditë që kanë thonë kesh bëhet, që tani ai fjalë goje, ka thonë kush fjalë goje? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ta thot fjalën ai e mban. Ama çat ditë pejgamberi s'po fol, qëre Allah ka urtësi. Allah ka urtësi. Ka urtësi Zoti vëllazni. Allahu ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos me fol çetër kush për ta. Me pranu islamin një njerë i madh. Po jo vetëm këtu çudia, nuk është kaderit Allahit që ik robi. Është interesant, përveç aty në 3-4 vete, 5-6 vete se janë konë, kur kush si ka pa? Një robnesh, e një fisit, e një personit krejt tjetër, s'ka të bëjmë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e robnesha, po e sheh prej shtëpisë vet se aty ka pas shtëpinë, po e sheh pinalt, si më thon pikati 2 ose pa thamë në këtu prej kulmit, prej ploqës aty nalt, po e sheh çka po i bëjnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo po çuditet. Pejgamberi s'po fol. Ata kur i bën ato qefet e veta u largun. Edhe kjo zbritet e bosh kur po e sheh Resulullah i shkoi në shtëpi sallallahu alaihi wasallam. Kur po e sheh kjo po vjen Hamza prej gjuetis. Shkoi kjo, Allah kur ta përgadit. I tha, o Hamza, me bo me ditë që kanë bo me djalin e vllajt tanë. Thot, çka kanë bo? Pe dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se deri në ato kohë nuk mundshin shumë me Resulullah, aty këtu në përvjedhje kanë bo, për ndryshe s'kanë mujt me dënu si Bilalin e si ata familjen e Jasirit e tjerë që s'kanë pas krah, Abdullah ibn Mesudin e ta. Jo me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam s'kanë mujt me lujt. Tha kështu, kush Ebu Gjehlin që i themi, Ebu l-Hakem i kanë thonë, baba i urtësis, baba i menquris i kanë thonë. Pejgamberi ka qujtë Ebu Gjehl, ka thonë baba i ignorancës, një njeri që nuk e njeh Zotin, një njeri që lufton Zotin, qëfar urtësie, qëfar menquria ai. Ka marrë doktorature, profesor doktore, akademike, një ata, një këta, Zotin nuk e njeh, la ilaha illallah. Dija e cila nuk qënë të Zotit, për kundrazit qënë të mendimalsia dhe te, luftimi i Zotit nuk ka e dobeshme. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, o Zot më ruaj nga dija që nuk bën dobi. Ose magjia, ulemat kanë thonë, ose dija e cila të largon prej Allahut. Pa marrë parasysh çish e ka emrin, se çdo dije çon te Zoti, çdo shkencë çon te Zoti, çdo studim çon te Zoti, gjithsesi. Ky Ebu Gjehli po i thotë robresha kështu, thotë Ebu Gjehli. Taman Hamza kishte shpatën klëfin e vet, edhe shtiza është ajo pedine, ose më fal, ajo shigjeta, me atë penin, që tërhiqet kështu, në dorë. Zbriti
shkoj aty, zbriti prej kalit të Qabja, aty për rrethi edhe e dinin njerëzit se ai vjen edhe i përshëndet. U çu në kom. Nuk foli hiç, shkoj direkt edhe te Abu Jahli. Edhe me atë shtizën që kishte me atë shigjetën falni, harkun ma mirë për e qujtë shigjetës, shkoj edhe i ra, edhe me grusht edhe me ato i ra, në ftyrë e Abu Jahlit. Edhe nga e ramja e fort, e gjujti për tokë edhe i rodhi gjaku. Të gjithu shtangën vend. Tha Hamza, ke marrë guximin me manguc djalin e vllaut tem, me ma lëndu. Tu u kanë unë e gjallë mesën e juj. Allahu Ekber. Tha, nuk guxan kush me e prek ata, sepse unë e mbroj ata, ka kush me mbrojt, nga se unë e besojt njëtën gjë që e beson ai. Kërkush nuk e di që Hamza është musliman. Në fakt, është diskutu këtu, a ka qenë musliman, s'ka qenë Hamza, pa ka thonë prej natin. Tash do ta shohim. Populli, dështën, çka e të boti? Abu Jahli, ju tha, mos bani za, se s'ka faj Hamza. Unë tha i kam fajt se për një me e ku nguc djalin e vllaut. Këtu ulemat kanë zirë dobin e parë, kanë thonë nuk ja ka marrë menja Abu Jahlit që mundën mu ballafaqu. Kush do koft me Hamzën? Ka dash me shujt situatën. E dyta, ka thonë, një prej sebepe, ka thonë ta sakrifikoj pak ftyrën tem, autoritetin tem, mos ta nxehi se e ka njoft Hamzën, çfarë trimi është, çfarë inatgji, ka thonë ta zbuti pak situatën, mos ta pranoj, e ka di qaj se s'është musliman. Mos ta pranoj për një me për inatit teme. Po, unë e kam fajt, do më thonë, na falë me një farforme. Që mës me e bo armik Hamzën, s'ka logari, nuk ka logari me bo armik Hamzën. Tha lejni se, pastaj Hamza ju foli dhe disa fjalë, tha nuk guxon kërkush me prek, nuk guxon kërkush me nguc. A është, Zoti ti është hak, zotat e ju jenë të rajshëm, etjere, nese. Shujtën, shkoj Hamza. Kur da, unë alë tha, o zot. A jam marrë për një me, a jam të pranu islamin për një me, apo jo? Filloj shejtani mi po vezvese. Tha, unë jam në fene pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk ishte. Shkoj te Qabja, natu bo natë. Shkoj edhe bani dua, tha, o Allah, ja Rabbi, o krijuesi jam. Se ka njoft Allahin me emrin Rabb, krijuesi, se kanë bekasit, e kanë ditë Allahu që është krijues, a? E kanë ditë edhe që është meritori për adhurim. Vetëm çka i kanë shoqëru, këta do zotat si do pishperikat vegjël. Këtu këshirë për i tyne ka qenë. Kër i kanë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pse për adhuroni, kanë thonë për me na afru te Allahu. E kanë njoft Zotin. O Allah, nëse është feja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hak ma mush zemrën me iman. M'orienta, o Zot, më qo argumente që të bindëm, ama, nëse thotë o Zot, sa është kjo vërtet, ma gjoj një zgjidhje të dalë prej situatës në cilën e kom shti vetën para kurejshve, pa u korit. Dalë dyqysh. Trapi linë mend me shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili kish fillu në shpinë e Arkamit me imsu talebet e vetë, sahabët. Shkoj aty, i tha, o Muhammed, kështu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e dinte i kish ku lajme për ndodhin e Abu Jahlit. Edhe aty harrovat përmendje Abu Jahlit edhe kretëve tha, ndëgjoni kretë këtu, kush ka punë sa dhe mas me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka me mu punë. Ajo ishte një forcë madhe për muslimanët. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i tha, më trego më shumë për Islamin. Kjo ka ndodhur, domethënë, në vitin, si më saktë është në vitin e 6 të Hijretit. Dhe më fal, të shpalljes, jo të Hijretit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas dikun 46 vjet, kurse Hamza dikun 48 vjet parafërsisht. Tash ti mundesh me thonë pas ka ditë Hamza vllavin e vet prej qumshtit, djalin e vllavit vet s'ka ditë për Islam, Allahu e din mas mire,
Hamza ka qenë stil vetjak. Si do personat të cilët punë të veta i krynë veç vetë. Quhen këta, në gjuhën e kuj me thamë psikologjisa, kuj ta quj, sigma. Person sigmatik. Qka? Këta në paparashikushëm. Ju intereson vetja vetë, nuk qyren autoritet, nuk qyren famë. Ku duhet me hyn, ku duhet me dalin, kur ju vynë një diqka, edhe ngullin kom, e arrin. Hamza e dinte për shpallin e Resulullah s.a.s. E dinte që është besnik, e dinte që, po si shë interesu, shkoj ka një javë 10 ditë, u kthej ke një natë në shpi, shkoj ka pet atje edhe, si shmarë me këtë punë. Tash ishte ku më interesu. Pejgamberi s.a.s. i foli për Islam, hala pa uqu për i venit, Hamza radiallahu anhu tha, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, pra në Islamin qatë natë. E kishë bo dua në Allah, më orienta. Allahu gjelle shanu, kush e sinqert, dhe nësa është mushrik, edhe në është jo besimtar, Allahu ka me orientu të dashur vëllezër. Ju e dini se Salman Farisiu sa e ka lyp Islamin. Abdullah ibn Selami, hebrej ka qenë, e ka gjetë udhëzimin, e tjerë. Zoti nuk ta qenë mundin kotë. Nese, mas e pranon Islamin, mas ti e ka pranu Islamin Omeri. Bile kur ka artë e shpia Arkamit Omeri, ka tërkit në derë, e kanë pa për vrim derë se po vjen Omeri, dikush shotut për sahabe ka thonë mos po vjen Omeri me i ba atentat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që ka thonë Hamza? Qeleni bire derën. Qeleni derën Omeri. Se vallahi, pa kalu në për trup tamin së në shkan të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kanë ditë, Omeri ka qenë trim, po Omeri ka qenë më i ri se Hamza. Dhe më thonë nëse do të shifnim kohën kur ka jetu Hamza dhe Omeri, do të shifnim një person me personalitet më të lartë. Po Omeri pastaj kur vdes Hamza janë shahid, Omeri jeton edhe sa vite, edhe pas 20 vite, është rritë Omeri, hala, është bon personalitet, trim, i vendu, e tjerë, kretë. Por nëse do t'i ballafaqonim në momentin e kohës, na do t'a shifnim Hamzën si një person i pathyeshëm. Omeri nuk parashikohet, ma më s'pa këto analizat e mia, mu thuj prej Omerit, Hamza. Edhe kur e bëjnë ta dytë, kur bëjnë musliman, mushrikët e shofin se këtu tash u nëzhe situata. S'mundën me lujtë shumë me muslimanët. Nëse, vazhdon Hamza, ka hyjë edhe kur ja kanë bo, kur i kanë izolua, si ti quj, muslimanët në atë luginën, kanë hyjë edhe familja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëri prej tyre edhe Hamza, 3 vjet kanë nejtë izolum. Pa leju kërkan me uqu ushqim. Këto izolime kanë qenë të dashur vëllezër njëjtë sikur se familjet shqiptare përpara, të cilat ose sot shtetet që i bëjnë shteti tjetër, si ta quj, domethënë nuk i lejon me bo tregtime ta tjerë. Në atë formë, s'kujtohet fjala, gjithsesi, ose familjet shqiptare kur në gjak. Edhe dete dera oborit ose dete dera korridorit s'kanë mujtë me dalë ma jashtë. Këtu në këtë rast, mekasit nuk kanë thonë që kush dalë prej qësaj, po i kanë rujtë me roje, s'guxon kërkush me uqu ushqim, me boshit bleri me ta. Kush ka mujtë tinza, në gjofsi mas në gjofsije, mik mas miku, si me thonë, ka pak me mbjetu. 3 vjetë, aty edhe Hamza ka najtë. Nese, masën e Hamza ka bo dhe hijretet e Habeshes në Abisini. Pastaj është këtu, ka bo hijret edhe në Medine. Për mos me zgjatë. Në Medine, Hamza ka shku vetën. Familjen fillimisht i kalon Mekë. Pastaj janë stabilizu sanet, kur ka shku në Medine, mas 7 muje, pejgamberi alayhi salatu wasalam kanë dëgju që një karavan, mas 7 muje, ekspedita parë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë mas 7 muje hijret në Medine. I ka nis 30 burra të gjithë Mekkas, muhajir, jo ensar. Për mi thonë, sepse marrveshjen me pejgamberin që ka bërë me ensarët, e ka pas që me mbrojtë ata pejgamberin marrën në Medine. Jashtë Medinës jo.
Bon kimenet që tu shtu zguzan me të ngucë kërkush. Po me një farforme që edhe ti mos me dalë me ngucë kërkan jashtë a Medinës. Nëse ka ndalë të bon i ka qu familjarët e vetë, Mekasit, Axhen e vetë, kushërit e vetë, djemë të migjallarëve të vetë. Ekspeditën e ka njësë prej 30 vetave, kretë kanë qenë me kele të ikun hijret banë. Në kryet kësaj ekspedite ka vendos Hamzën, edhe ka dhënë flamurin e parë, flamur i bardhë ka qenë, Hamza. Hamza ka pas tradit, këto kanë pas njerëzit e mëdhajt, të cilët janë veçun nga të tjerët. Kanë pas shaja dalluse në përbeteja. E kemi thonë, Zubejr ibn al-Awami, kur ka shku në përbeteja, ka vu qalmën, ose në gjyrë kuqe, ose në gjyrë carit verdh, ose është dallu, që ky luftëtar është i veçantë, me një pamje të veçantë. Hamza ka vendos një, si thamone, një pendel të shpenzve, të madhe, do kanë thonë që ka vendosë në kokë, do kanë thonë që ka vendosë në krahëror. Në çdo betejë është dallu, sepse ata janë konë të mështjellur, do më thonë fytyrën e seneve, me dallu që kjo njeri veçantë, që në betejën tjetër me ditë, qaj fillon betejën, ky kona i njëjti. Me u dallu nga të tjerë. Hamza ka shku i ka dalë karavanit të kurejshve, i ka zatek, diku në, sot është një qytet në Arabinë Saudite, Jambo e ku emnen. Jambo, jo me gjë, po me jë. Tash është qytet industrial atje, është 100 e sa kilometër prej Medinës. Karavani po vjen të poshtë, Ebu Gjehli ka qenë udhëheci i këtij karavani. Ebu Gjehli ka qenë me 300 burra. Karavan 1000, 2000, Allahu alem deve. Se sulla deve nëse i ka pas mall ka 1000, 2000 euro, edhe një deve me shit 2-3 euro, do më 5000 euro. 1000 deve 5 milion euro, sa mund mira, do më thonë 10 milion fitime. Analizë kështu e shpejt, do më thonë, jo aq e saktë. Kur e mballafaqu njëri me tjetrën, Hamza i ka thonë s'ki me shku të poshtë, për Mekë. Ja naja ti, edhe më vendos 30 me 300. Toka, që ajo krahina, ku këta pe bëjnë betejen, udhëheci saj, fis, aty ka qenë një fis, që toka tyna është kja, krahina tyna. A i ka pas marveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me gjdije ka pas emnin. E bën kështu se di mani. Ka pas marveshje anë pushime, mirë kuptimi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe në anën tjetër ka pas marveshje mirë kuptimi dhe anë pushime me mushrik të Mekës, që ky burri. Ka qenë i mençur edhe ka dashur me ul tensionet. Ka shku ka ndërmjetësu. Ka thonë në tokën teme jene, me juve ka marveshje, me juve marveshje. Pra atër tam, s'keni me bon sot luft. Atëherë të dy palët kanë rënë pajtim edhe mushrikët kanë shku të poshtë, Hamza është kthy në Medinë. Pastaj vjen betejë e Bedrit. Në betejën e Bedrit, prap Hamza ka qenë i dalluar me veshjen e tij, edhe me shpatat e tij. Aty ka tregu një trimnit veçantë edhe e dini se ka dalë edhe në 2 luftim në fillim. Ka dalë, më thonë, Ebu Gjehli edhe 2 tjerë, Utbej ibn Rabia nëse Walid ibn baba i Hamzës, i Khalid ibn Walidit e kështu me radhë, disa koka, kur kanë dalë disa Medinas, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka dash me bon njerë se nuk janë nisë për luft. 314 ushtarë, se janë nisë për luft. Janë nisë për me nalë karavanin tash të Ebu Sufjanit. Para, dhe më thonë, sa vi vjen një vjetë, para 5-6 muje, Hamza ka dalë të Ebu Gjehlit karavanin. Pejgamberi po dalë të Ebu Sufjanit, i cili ka qenë halë, o ma i madhë karavan se sa, por e dredhan udhën Ebu Sufjani shkon Mekë pa gajle. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thot Medinasve, hajde një me në animu me marë karavanin, ka me pas aty ushqim edhe pasoni për juve, për neve, për kretë, si kompenzim i pasonisë që kanë marë kretë Mekasit, kur kanë ikë musliman, kanë ikë dur në gjepa. Për shembull Abdurrahman ibn Aufi ka qenë multimilioner, kreti kalon Mekë. Tash me kthy pak a shumë me balancu situatën. Edhe ensarët medinalit shkojnë, nuk shkojnë për betejë, por qëllojnë domethënë trek
314 musliman me 1000 mushrik. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e shiruni e juhan nas, m'jepni ndonjë mendim o ju njerëz, m'jepni një mendim. Qoftë Omeri, qoftë muhaxhirt, pitoni ja Rasulullah, luft. Pejgamberi po thot, falni o njerëz, çfarë ja marr mendja? I dyti muhaxhir, po thot luft. I treti u çu njëri prej udhëheqëve, nëse zgaboj Sa'd ibn Mu'adh ose Allahu alam kam harruar emrin. I thot ja Rasulullah, sikur po na synon neve, ensarve, që kanë pas marrëveshjen që veç në Medinë me mbrojt pejgamberin, tash janë jashtë Medinës. Atë marrëveshjen, domethënë, sa më në marrëveshjes me animu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ensarët. Pejgamberi s'po do më ju thonë, ju kum çu për karavan, tash luftani, sikur mi shti në lojë. Tha vallahi, tha, nuk thojnë sa që kanë thonë Banu Israil të Musës, shko o Mus ti me Zotin tanë lufton apo rrim këtu. Tha na themi, ja Rasulullah, shko ti me Zotin tanë lufto, edhe na jemi me ty. Ka shkon ti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u gëzu shumë, bile tha Omeri, vallahi tha nuk kum pas zilijat burr kur e ka thënë atë fjalë, kum pas shef, unë më kon çaj që e them këtë fjalë, çat që kum pa krenari, ka i burr dhe kum pa gëzim në zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam kur e njeh, për një prej udhëhecave të fisit Aus dhe Hazraj, ata dy fiset, kur e njeva që e tha këtë fjalë. Atëherë Hamza ishte në krye të betejës. Hamza ka luftuar, domethënë ka dalë në dy luftim, ensarët nuk i kanë pranu, këta Mekelit 3 që kanë dalë, kanë thonë jo, na i dojmë prej vllaznive tonë, të fisit tonë, kabilës tonë. Kurejsh ka dalë pasaj të mështjellën. Kanë thonë kush jeni ju? Thot Hamza, Aliu edhe ai tjetri, Harrawamin, edhe e thot po ju. Pastaj luftojnë edhe fitojnë të tret, njëri plagoset prej muslimanëve, 2 luftojnë për më rëndësi 3 mushrik vdesin. Mas betejës që humbin mushrikët 70 të vrarë dhe 70 plagosën, kur kthehen Mekasit e manë men këta dhe shumë kajnë, e mërzitën e tjerë, por synin ja pa të nvu Hamzës. Përveç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe sa Gjuberi ibn Mut'im apo Mut'im ibn Adi, njëri prej tyre, e ka pas një rob me emrin Wahshi. Ka qenë i Habeshës, i Abisinis. Ka qenë shok me Bilalin ibn Rabah. Po ky ka qenë shumë i madh me trup edhe muskuloz. Bilalin nuk ka qenë i tillë. Thuhet, kur themi thuhet, argumentet apo tregimet historike nuk është patjetër mi vërtetu sikurse dispozitat, si dispozitat fetare. Nuk mund është mi thoni senit halal haram, pa pas argument prem. Ama ky ka pas flokët qështu, ky ka pas muskuj qështu, së shumë rëndësi kja, nuk lypët shumë argumentet prejnë, ta kem parasysh. Thuhet që e nkonë këta dy shok, po, Wahshiu ka qenë ma trim, ma i zoti, ma mundës. Bilali nuk ka qenë i tillë, por Bilali shpirtin e ka pas trimit, guximshëm. Edhe Bilali e ka pranu islamin, kër i ka thonë, hajde banu me mu, bashk, ta lirojmë shpirtin tonë nga robria, shpirtin, edhe nëse trupin e kem, o tut Wahshiu, o tut nga azabi që mund m'ja bo zotnia i vetë. Bilali e ka duru azabin, Wahshia o tut. Edhe pse ka qenë ma i fuqishëm fizikisht. Ka qenë i dallum, kabilia e Wahshiut i dallum me shtiz, dhe më thonë, edhe një i druni gjatë në maje me, dhe më thonë, të njona anë me maje të hekurit, që i gjujnë këtë formë, ka qenë ku ka synu, e ka qëllu. Edhe zotnia i vetë, kur i është myt Hamza, kur i ka myt në dy luftim, pashtu, dhe më thonë, ky zotnia ka thonë, ti nëse ma myt Hamzën, ka me të qunë betej, unë ta fali lirin. Wahshiu ka pranu. Hindi, gruaja e Abu Sufjanit, nana Muavijës. Asaj e kanë myt babën, e kanë myt axhen, e kanë myt vllajën, në betejën e Bedrit. Ajo i thot Wahshiut, nëse ti e myt Hamzën, penin këta të fol, ky i tha ta jap lirin. Ajo i tha,
Përveç lirisë që pëta e për unë e t'jap ty dukat. Dukatët që ka i kam. Nduren, krahen, qafe. Dhe du më thonë le që bash i lirë, po edhe bash pasënik. Ky pranoj. Morën me vete edhe gra. Edhe Hindi ka qenë njona prej aty në grave që ka shku. Gruaja Abu Sufjanit, Abu Sufjani e tjere dine, betejën e Uhudit. Aty, muslimanët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e bën një mbledhje, apo bojna në Medinë, luftën pipresin Medinë anë periferi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishte për mi prit në Medinë. Për arsye se ka shtëpia, në tri anë Medinja ishte mbrojtur, veç përpara ka hendeku anena, ishte domethënë, ka hendeku ishte që kanë bën vitin e 5 hendekun se në Uhud, anena ishte qelë. Thanë këta të pjekurit pleqt, thanë po rrim. Munafikët, në krye me Ibn Selulin, thanë jo, po dalim në periferi, atje kena mi myte, kena mi shkatrua, kena mi bo, si sot do djemë tria, bedin që thojnë, ti shakon unë në kone e shkijeve, kisha bo ata, bedin ata rambot e këti zemani, Counter-Strike-et. Edhe munafikët edhe rinia, të emocionum, jo, po dalim atje me një fushë, i bëjmë kështu, i bëjmë ashtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur ja munën trit, ja munën hesapin. Tha, në rregull po dalim. Taman dolën për Medinës, Ibn Seluli, që ka bane, me 1/3 e ushtërisë për 300. Veta, tha ja, tha s'po dalim, anik ne, gjithë një arsye u kthyn. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 700 vetë. Atër që ta trit e ngutshëm, çka bën? Tha ne Rasulullah po kthehemi që tash. Aja tha mos s'ka më kthy. S'ka më kthy në Medinë. Gjithsesi dolën në Uhud. I vendosi te ajo kodra shigjetart, dhe Uhudi ishte ma ne dikun 650 metër. Prej kësaj kodrës deri te Uhudi atje. Se kjo kodra shigjetarve nuk është pjesë e Uhudit, është maknena pak. Nese, fillun betejat e filla e filla e kja, Vahshiju e ka kallzu masanina këtë histori. Ka thonë, mos më ka interesu apë mysin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, apë mysin ata, mos më ka interesu, më ka interesu liria jame. S'kem kanun e fans, po thonë tifazi asnjënit grup. Inshallah faror kret. Mu më intereson Hamzën me myt. Edhe më shef mas një gurit. Ka pas shtizën me vete. Hamza ka luftu me 2 shpata. Të dashur vëllezër, dalin pak prej skenave të filmit. Dalin. Luftosh me 2 shpata, ose gjush me 2 revole, është problem. Leni ata filmat, ata vërtan që bam, këne heq pak qyrë, veç qyrë kështu, ata bam, kretë ata 500 vetë, 200 vetë, 100 vetë, asë njërën s'po mund këta me rogë, kë, ama heq pak qyrë, ata bam, manalta, i ka dole aty për mi kontinjer, aty në për portet e anijeve, a vedin aty në për terë, ama dhe në terë ishe kë. Ata kërkush, edhe këtë tash me 2 altia, pëton edhe qka, s'ka nevoj me hek o këfirin, po i thama, shithojnë, ato që o shqip zedi shithojnë, edhe pëton heq pasi veç krop kështu e shtin edhe me kam, krap me thamër, e musha për të reportirat. Këta e në palavrat filmave. Jetë reale, dalën. Ose ata ka bëjë dhe më dhanë që në kapuqat ja që lanë 3 pluma me një birë. Subhanallah. Disa, sa njeri banë budal popullin edhe i hanë forat popullin. Ose ata filmat e indisa njeri dhe banë me kra, dangë po vjen gjipi, edhe gjipi po silët qëta bam, kjo e kanal me kra. Na i kena pas, real i kena pas trimat, edhe i kem real trimat. Hamza, radiallahu anhu, me 2 shpata ka luftu. Sa që Vahshiju thotu në kom fillu më tut për ti. Ama, qka pëmman, i myti mu pëmman, njëse më kanë dhonë ofert fort. Edhe dyta, për rima zgurve. Kur për këthet Hamza kaj, i nuk peshe ata, kjo për tutët. Asë du e pa. Hamza radiallahu anhu, nga kretë mushrikët që janë mytë, qatë dit i ka mytë Hamza 31 vetën, 31 vetë, i vetëm.
E nëse u bon që ka u bon të Allavija, ne nisën mos ta përsëritim si betejën e Bedrit të Uhudit me spjegu, sepse na është lidhur me shumë raste. Ky thot e gjeta një mundësi se ishte i veshur me tesha të hekrit. E gjeta një mundësi kur u ul, ju shplu kjo pjesa, domethënë po them këtu te rrypi, si më e quajta, te kurrizi këtu. Edhe ka transmetime te barku, ka transmetime te kurrizi edhe thotë gjujta, edhe ka qellu me të parën. Edhe I ka dal kauna tjetër, domethënë nër kërthinzi ka dal ajo shtiza. Edhe thotë u kthy kaune edhe u nis kaun me ardh. Si duket larg ka qenë. Tasha 30, 40, 50 metra, nuk e di sa, por kanë qenë këta dallume, prandaj edhe Mekasit e kanë zgjedh këta. Se kanë zgjedh dikon tjetër, e kanë ditë që ky ja qellat. Thot të ardh nga të meje, fillova mu tut, thot nuk kisha guxim me lujt pe venit. Ju ka tut. Thot pa më rri me myt, thot ra për toke. Edhe ka shku shahid. Ma nuk ka luftu Vahshiju. Si ka interesu ti tërkush. Tollovia që ka ndodhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ushtarët e vet që është ngjitur në kodër, vin gratë e Kurejshve edhe I masakrojnë trupat e shahidëve. 70. I masakrojnë. Prej gjërave që I kanë bërë, që përmenden prap masakrimi I trupave është Allahu alem, argumentet fetare, transmetimet e japin sakt. Ja prejnë hunën, ja prejnë veshët, I ngulin shpatat, shtizat, shigjetat në bark, në trup. Edhe me Hamzën bon kështu si me tjertë. Edhe Hindi, që I kishton t'jap dukat, ishte në atë pjesmarrje. Por, përmendet një transmetim se Hindi e merr mushkrin, nëse s'gabaj, të kinse e qelë, e shkryn trupin e Hamzës, e merr mushkrin edhe fillon me hangër, ose kinse e merr kokën e tij edhe nga kjo pjesa, domethënë kafka, pinë alkool atje në Mekë, këto domethënë nuk qëndrojnë si transmetime, që e ka marrë mja hangër, domethënë mishin edhe tani I ka ardhur gërdia dhe ka gjujt, nuk qëndrojnë si transmetime. Atë që kanë bë masakra, po, të hek vesh të hun. Nëse kanë shku mushrikt, pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam kur vjen, kur e ka pa Hamzën, ka çajt shumë. Edhe një prej transmetime përmend që thotë nuk kam pas mërzi më të madhe se sa kur e kum pa agjën tam të masakrum në këtë formë. Edhe ka qa pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe ka marrë, më thonë, e ka vendos qëtu përpara gjenazën e tij, edhe ja kanë pru, ka një shahid me ja fal namazin e gjenazës. Ka një. Se cilën që ja kanë pru Hamzën se ka hek. Dhe më thonë, ja ka fal namazin e gjenazës ati shahidit bashkë me Hamzën. E kanë quat shahidin e parë të vorë. E kanë pru shahidin e dytë, apet ja ka fal namazin e gjenazës. Hamzës bashkë me shahidin e dytë. Kështu që përmi 70 namazet gjenazës ja ka fal Hamzës. Edhe kur ja ka mlu kokën me ato rrobat, sikurse Musab ibn Umairit edhe Hamzës, ju kanë shplu kamët. Edhe sahabi ju ka thonë, mlojeni kokën, kamët ja kanë mlu me gjethe. E kanë shtin varr, I kanë qitë pak dhe pastaj e kanë shtin varr edhe dikën tjetër, një prej familjarëve, kam harru emrin, se s'jam fokusu të emrat me I shkru. Të aty në neve për në interesën Hamza sad. Dhe manë e ka vendos një gjenazë tjetër, këta ka vendos poshtë, pak dhe, mas me pas kontakt, dhe manë trupi direkt, pastaj gjenazën tjetër. Edhe në këtë formë, kur kanë shku në shtëpi, kanë qajt, akoma nuk ka qenë ndaluar vajtimi, hala së konë ndalume. Kur kanë fillu gratë me vajtu për familjarët e vetë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, a ka kush ma vajton agjën tamë? Edhe në mbledh një kabile Medinës, a I zoti I kryetari kabiles, ka shku I ka marrë kretë gratë e mahallës, si me thonë, ka thonë, shkoni të shtëpia Hamzës, se Hamza, fëmijët e Hamzës kanë ndek, edhe gruaja Hamzës ma herët. Nuk kam lexu se si ka ndodhur ngjarja, Hamza ka lënë veç një vajzë. Pastaj kanë pas diskutime kush e merr vajzën, me rujta vajzën e Hamzës. O kon motra Hamzës, halla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
e cila kur ka shku te trupi këta rrova me përmend te trupi vllajt, në fillim po nuk ka dash me elan, me pa. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dukut Aliut radhiyallahu anhu shko nale hallën tane, se edhe ajo ka pas, edhe Aliu hall ata, edhe pejgamberi hall. Se ka thonë shumë i masakrum tranohet. Ajo ka thonë edhe qka, s'kam me ka as kur gjë, po ja besën do mënë që s'kam me kukate me vajtu, veç më lejani. Ka ardhë aty, veç ka qajt me let. I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më i hall, pasha Allahin, më erdhi Gjibrili alayhi salam, edhe më tha, Zoti Gjellëshanu e ka ba Hamzën zotrijun e shahidve. Sejjidu shuhada. Zotnia i shahidve. Kretë shahidat, zotnia bosi i shahidave, është Hamza radhiyallahu anhu. Man Gjibrili a.s. edhe thot, Allahu e ka ngrit shumë lartë në xhenet. Ka dhe transmetime për sahabët e tjerë. Njënin për tyre që kanë mytë musliman gabimesht, një sahabi, gabimesht me shtizë, kanë mytë me shigjet. Këtu menu që është armiku, ka shkuaj me pi ujë në Bedër. Ka thonë nona vetë, ja Rasulullah, do sahab kanë thonë, ka shku në xhenem, se kanë mytë muslimant. Ajo ka thonë, ja Rasulullah, pa i zotrin kalzëm djali jam kërë ka venë. Si ta ka në xhenet, ki me pa që ka me ba, sabër. Si ta ka në xhenem, ki me pa të njetën që ka me ba. Ka thonë, oj nana filanit. Apo mendon që xheneti është një xhenet, se sa? Tha, xheneti është 100 deregjat grada. Djalët e kam rritë xhenetin më të lartin Firdausin. E falendron Allahun Gjellëshanu nona vetë dhe nuk kanë. Qashtu edhe motra e Hamzës nuk kanë, ose si me thonë nuk vajtan, nuk kukat. Edhe në këtë formë, të më thonë ka qenë edhe zotria i shahidve, edhe loni Allahut dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj dhe e kalon vetëm një vajzë mas vetës edhe nuk kalon bashorte edhe fëmijë tjerë. Nuk e dhja na ikin e sen apo jo, po ta shu e dini se vorri Hamzës radhiyallahu anhu është te Uhudi ato, është i rrëthum, edhe vorrat e tjerë të aty në 70 burrave, shahidve. Që është edhe e rëndësishme me përmend, ka ndodhë që mas diku 2-3 herë në histori, 2-3 herë një herë në kohën e Muavijut, mas 4-50 vjetë, një ka ndodhë mas 200-300 vjetë, shiju seli, kur ka radë, më thonë, stuhia prej Uhudit të poshtë, e ka marrat dhejun e shkretines, dhe më thonë edhe i ka qelë vorrat. Ka dalë Hamza, për mi tokë ka dalë. Edhe kanë pa, dhe mëns, tabiinet dhe gjeneratët tjera, kur është plu, e kanë pa Hamzën të pa prishën, dhe më thonë, të pa kalbër, edhe pikat e gjakit në për trup, dhe më thonë, ka i ka pas, hala pika pa tha. Ju e dini se, ka prej shahidve të cilët Allahu Gjellëshanu e ka ndalu pejgamberve, po se po, trupat e pejgamberve me i kalb toka, por edhe disa shahid. Dhe më thonë, ka transmetime historike të vërtetuara, 2 ose 3 herë, Allahu e dhe mas mire, që është shplu, pasaj që e kanë bo atë murin, që edhe nëse vjen në shi, mës me ra direkt e vorat, pa ashtu edhe janë vendosat o pengesat, mës me shku njerëzit me ju lut vorave, mës me ba shirk. Do këtë vorri Hamzës i madh, po nuk është Hamza qaç i madh, dhe më thonë aty do këtë vorri 6 metër i madh, vidin, nuk është qaç i madh, po aty në mërana qatë ti 4 orit madh, është dikun vorri Hamzës. Pra ka vdek Hamza në vitin e 3 të hijretit, betejën e Uhudit, që nëse dhe më thonë kënjena 40 profetësia, edhe 13 Meke, 40, 53, edhe 3 deri në Uhud, 56, edhe 2, maj ma se pejgamberi sasem, diku 57 vjeqar, prafërsisht ka qenë Hamza radhiyallahu anhu kur ka ra shahid, apo kur ka vdek edhe ka shkuta Allahu Gjellëshanu. Kjo është paka shumë të dashur vëllezër historia këtij kampionit të madh, lusë Allah në gjithë që të në bëjë për atyre të cilët i ndjekim mësimet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe krenohemi me njerëzit e tillë. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.